pak stresuar. Çiftet e reja shpesh janë të stresuar sepse martesa nuk është një gjë e thjeshtë, është në fakt shumë ndërlikuar. Sepse çfarë është martesa? Martesa ka të bëjë me një burr dhe një grua që bëhen bashkëshort dhe bashkëshortet që bëhen një. Dy personë që bëhen një. Por është ndërlikuar sepse ka dasme që kërkon përgatitje, kërkon kushton, është ndërlikuar sepse përfshin dy familje, miq familjarit që udhëtojnë edhe përgatiten për të bërë dasëm një festë të madhe. Është shumë punë. Si ri, unë më kujtohet që më kërkojnë të isha pjesë e dasmeve të ndryshëm edhe unë qëndroja pranë dhëndrit si shoqërisë së tij, shoqërues të tij, edhe për çdo herë duhet të bie një kostum të ri. Çdo herë duhet të udhëtoj të merr leje nga punë edhe të isha unë përgatitur, por nuk ishte dasma ime. Ishte të njëjtën gjë për grua ime. Ajo ishte pjesë e shumë dasmave, edhe kështu duhet të blej një fustan i ri çdo herë që këpucët që përputheshin, të bënte flokët me kapin, të udhëtonte dhe të merrte leje nga punë. Dasme janë shumë punë. Edhe më kujtohet që kisha një moment kur mendova lutem të mos na kërkoj më jemi pjesë ndonjë dasëm tjetër. Nuk mund të përballojmë. Edhe në Shqipëri, unë nuk mund të imagjinoj sepse kur ju shkoni në dasëm ju hedhin lek. Edhe nëse shkoni në shumë dasme hedhin gjithë leket apo jo. Por dasmet janë të veçanta edhe të bukura sepse festojmë bashkë me dy njerëzve. Tani në mesazhin tonë sot do dëgjojmë një shembull të ri nga Jezusi për dasmën. Shembullet çfarë janë? Janë histori të shkurtër që Jezusi tregonte për të komunikuar një e vërtet frymërore. Prandaj, edhe pse kjo shembull është për një dasëm, në të vërtet ka të bëjë me diçka shumë të rëndësishme. Imagjino një gjë më e rëndësishme se dasmën. Diçka frymëror, diçka të përjetshme dhe diçka që duhet të marrim shumë seriozisht. Kështu, merrni Bibla, hapni tek Mateu kapitullin 25. Le të hapim së bashku kapitullin 25 edhe sot jemi në vargjet 1 deri 13. Edhe sepse është një shembull të ri, një histori, le të lexojmë gjithë pasazhin në fillim. Mateu 25 1 deri 13. Atëherë, mbretëria e qiejve do të ngjajë 10 vigjëreshave, të cilët i morën llambët e tyre dhe i dolën para dhëndrit. Tani 5 nga ato ishin të mençura dhe 5 budallaqët. Budallaqët, kur morën llambët e tyre, nuk morën me vetë vajin, kurse të mençurit bashkë me llambët morën edhe vajin në anet e tyre. Tani duke qenë se dhëndri po vononte, rëmitën të gjitha dhe i zuri gjumi. Aty nga mesnatu u dëgjua një britme, ja, po vjen dhëndri, i dilni para. Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u dëgjuan dhe përgatiten llambët e tyre. Dhe budallaqët u thanë të mençurave, na jepni nga vaji juaj sepse llambët tona po na fikën. Por të mençurit duke përgjigjur thanë, jo, sepse nuk do të mjafton as për ne e as për ju. Më mirë shkoni të tregtarët dhe blini. Tani, kur ato shkuan të blejnë, erdhi dhëndri. Virgjëreshat që ishin gati hyn bashkë me të në dasëm, dhe dera mbyll. Më pas erdhin edhe virgjëreshat e tjerë duke thënë, Zot, Zot, hapna. Por ai, duke përgjigjur, tha, në të vërtetë po i them se nuk ju njoh. Prandaj, rini zgjuar, sepse nuk e dini as ditën, as orën në të cilin do të vijë Biri i Njeriut. Kjo histori e shkurtër është, kjo shembull të ri është një nga 3 shembull të ri që Jezusi do tregojë në kapitullin 25. E para është shembull të ri 10 vigjëreshave, shembull tjetër është shembull të ri e talentave, dhe i fundit është një ilustrim i gjykimit që do të vijë me delet dhe dhit. Tani nëse keni qenë duke ndjekur Mateu kapitullin 24, ju dini se Jezusi po kthehet. Ai do të
kthehet në një kohë me gjykim të madh, pas mundimesh, pas përndjekjet, pas një kohë ku u rrit luftrat, murtajat dhe domethënë çdo gjë do jetë shkatruar dhe antikrist do të ngrihet. Pas një periudhe prej 7 vitesh, Jezusi do të kthehet për të impostor të keqen dhe për të mbretëruar për 1000 vjet. Gjithë kapitull 24, mesazhi është i qartë. Për çdo që lexon, çfarë është kjo mesazh? Dëgjoj, beso, përgatit. Dëgjoj, beso, përgatit. Jezusi dashuron të sigurohet që ti jesh gati për kthimin e tij. Qoftë kur kisha merret në qiell në rimbim, ose qoftë në fund të 7 viteve, ti duhet të jesh gati. Si krishter, ti nuk je në gjumë. Nuk je me pushime, nuk je duke çlodhur, jo. Je duke përgatitur. Jeta e një krishter është një jetë përgatitje. Sepse kjo jetë në tokë, ne dim, është shpejt, është shkurt. Megjithatë, ajo ka pasoja të përjetshme. Dhe i krishteri përgatit për jetën e përjetshme gjatë gjithë jetës së tij. Prandaj të krishterët e marrin mëkatin seriozisht. Prandaj të krishterët u tregojnë njerëzve për Jezusin. Prandaj të krishterët luftojnë për shetërinë e tyre. Prandaj të krishterët kërkojnë dashuri dhe unitetin me njëri tjetrin. Sepse ne po përgatitemi së bashku. Edhe ne dim kjo jetë është e shkurtër. Edhe ne po përgatitemi për jetën e përjetshme me Krishtin në mbretërinë e tij. Kjo është lajm i mirë. Por tani Jezusi ndalon se shpjeguar të ardhmen në kapitullin 24 dhe në kapitullin 25. Ai përdor këto histori për të na mësuar si të jemi të përgatitur për ardhmën e tij. Është pothuajse sikur ai e di që shumë do lexojnë fjalët e tij, shumë do dëgjojnë fjalët e tij dhe prap do relaksohen. Do jetojnë sikur janë në pushim. Duke ecur nga dal, pa kujdes në jetën shpirtërore. Ndoshta edhe pas se ke mësuar për ardhmën e Krishtit dhe që duhet të përgatitesh ti ende po vazhdo me rutinë, asnjë gjë ndryshon. Por pa asnjë ndryshim, asnjë përgatitje, siç kam thënë, atëherë je në rrezik. Prandaj le të kthejmë vëmendjen tonë tek kjo histori. Është një histori për një dasëm. Por më e rëndësishme është një histori për 10 vajza të reja të pamartuara që kishin pjesë. 5 janë të mençura dhe 5 janë të marrë. Dhe 5 janë të përgatitura, 5 jo të përgatitura. Dhe në këtë shembull do shohim tre të vërtetë të rëndësishme frymërore. Shumë janë të ftuar, pak janë të përgatitur dhe të përgatiturit hynë. Le të shohim pikën tonë të parë, edhe kjo është të vërtetën tonë të parë frymërore. Shumë janë të ftuar. Jezusi fillon, shiko vargu 1. Jezusi fillon duke thënë, mbretëria e Perëndisë është si, edhe pastaj ai fillon të tregojë këtë shembull tyre. Tani në çdo kulturë ka dasmë, çdo kulturë ka dasmë që edhe janë të ndryshëm, por në ditët e Jezusit dasmët ishin një fest e madh që zgjat për shumë ditë. Por par dasmës kishte edhe 2 hap të tjera. Fejesa, edhe një fjalë që le të kryojmë, okay? Betrothali, ose këntimi martësor. Okay? Këntimi martësor, por fjala është betrothali. Sot, çfarë është hapi parë? Kur njerëzit fejon, çfarë bëjnë? Ata shpesh japin njerëzit të tjerë një unaz, do shkët në gjunë, thotë, do të martohesh me mua? Po. Ashtu është. Por në ditët e Jezusit, fejesat ishin shumë ndryshëm. Shpesh, ata janë organizuar nga babai i nusës dhe i dhëndrit. Ma pëlqen kjo ide. Okay? Babai ule dhe bisedoni me burin dhe arrintin në marrëveshje me vajzën,
ajo nuk ishte asnjë fjalë në këtë çështje dhe nuk pyete kur. Dhe pasi babai dhe i burin bin dakord të dy bëshin të fejuar. Por kishte edhe një hap tjetër që duhet të bërë, i cili quhet betrothal, premtimi martësor. Premtimi martësor ndodhte pas ceremonisë midis nusjes dhe dhëndrit. Edhe gjatë kësaj ceremoni, përpara familjeve të tyre, ata bënin premtime ndaj njëri tjetrit. Edhe çfarë është e rëndësishme? Këto premtimet ishin ligjërisht të detyrueshme. Kjo do thotë që edhe pse ata ende nuk ishin bashkuar fizikisht me njëri tjetrin, ata tashmë ishin të përkushtuar para Perëndis ndaj njëri tjetrit. Tani vetëm për kontekst, kështu na prezanton edhe Jozefi dhe Maria. Vajmend, ata nuk ishin të martuar. Nuk ishin vetëm të fejuar, ata ishin në këtë hapi dytë. Mateo 1 na thot, tani lindja e Jezusit Krishtit ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij, ishte premtuar Jozefit. Përpara se të fillonin të rinin bashk, mbeti shtatzan nga fryma e shenjtë. Atëherë Jozefi, i fejuar i saj, i cili ishte njeri i drejtë dhe nuk donte ta poshtronte botërisht, vendosi ta linte fshetas. Kjo do thotë që Jozefi nuk donte ta divorconte Marin. Ata nuk ishin ende të martuar, ajo ishte virgjër, dhe megjithatë sepse ishin në premtim martësor, ata ishin të lidhur ligjërisht me njëri tjetrin. Madje ishte edhe një ligj, nëse burri diste gjatë këtij premtimi martësor, gruaja e premtuar konsiderohej e vet. Kaq i fortë ishte ky premtim. Tani çfarë ndodhi nëpërmjet këtë hapi dytë, këtë proces? Gjatë kësaj periudhë të premtimit martësor, burri kishte kohë për të përgatitur. Ai përgatiste martesën duke rregulluar jetën e tij, duke përgatitur një shtëpi, duke siguruar një të ardhme për familjen e tij, edhe ishte shumë punë. Muaj, madje ndonjëherë edhe një vit përgatitje. Para se të silte nusën në shtëpi. Prandaj pas fesës, pas premtimit martësor, pas gjithë këto punë, pritje për ditën e dasmës ishte shumë e madhe. Kur dita e dasmës më në fund vinte, çfarë ndodhi? Ajo ishte një fest për gjithë komunitetin. Dita e dasmës fillonte me përgatitjen e nusës së bashku me disa vajza të zgjedhura që do të ndihmonin, dhe pastaj kur dielli perëndonte, dhëndri vinte të shtëpisë e nusës dhe e shoqëronte ata drejt shtëpisë së tyre të re. Për herë e parë, ata rrethoheshin nga familje me miq dhe komunitetin, dhe ata ishin pjesë e dasmës. Kishin përgjegjësi të shoqëronin me pishtar sepse ishte natë. Pastaj të gjithë i shoqëronin drejt shtëpisë së tyre të re, ku nusja dhe dhëndri kalonin natën e tyre të parë së bashku dhe pastaj festa e dasmës vazhdonte për ditë. Ky është konteksti dhe skena shëmbulltyre son. Një dasmë e madhe, e mbushur me shumë të ftuar që ishin zgjedhur për të marrë pjesë me nusjen dhe dhëndris. Dhe fokusi e kësaj shëmbulltyre në fakt nuk është nusja, por shoqet e nusjes. Thot virgjëresha, që do të përgatisnin nusjen dhe do të shoqëronin në shtëpinë e saj të re. Shikoni vargun 1, le të lexojmë përsëri vargun 1. Atëherë mbretëria e qiejve do t'u ngjarë 10 virgjëreshave, të cilit i morin llambët e tyre dhe dolin përpara dhëndrit. Sa? 10 u zgjodhen, 10 u thirrën, 10 u ftuan, por siç do të shohim, jo të gjithë janë njësoj. Le të lexojmë pra vargu 2 deri 4. Tani 5 nga ato ishin të mençura, 5 budallaqka. Budallaqkat kur morin llambët e tyre nuk morën me vetë vajin, kurse të mençurit bashkë me llambët morën edhe vajin në enet e tyre. Pishtar që shpesh mbahet ishte një shtyllë e gjatë në një kapas të vogël në fund.
Brenda kafazit ishte një copë pëlhur zhutur me vaj, derisa vaj digje krijon një flakë e madhe për pëlhura digje nga dall. Okej, kjo është përgjegjësinë e tyre. Por tani shiko vargu 5. Vargu 5 thot, duke qenë se dhëndri po vononte të gjitha dërmiten dhe i zuri gjunin. Tani mbani mend se kjo është në kontekst e ardhjes së dytë të Krishtit. Një gjë interesante është ky varg është i vetmi alludim për vonesën e ardhjes së Krishtit. Kisha, sa vit ka pritur kishën për ardhjen e Krishtit? Po thuaj se 2000 vjet. Dhe ende kisha vazhdon të pres. Dhe megjithatë shumë janë të thirrë. Shumë janë të ftuar. 10 virgjëreshëve u jepet secilit e njëjtë detyrë thjesht. Kur të vi dhëndri, dizni lambët dhe hyni në banketën e dasmës. Ne shohim se pes nuk ishin të mençur. Ato ishin të ftuar, ishte dhënë detyrë e tyre. Thjesht ndizni lambët kur të vinte dhëndri. Ato thjesht duhet të përgatiteshin. Por Jezusi na thot se 5 prej tyre nuk morën vaj me vetë. 5 ishin të mençura, duke mos e ditur saktësisht se kur do të vinte dhëndri, ato u përgatiten. Morën vaj me vetë që kur të vinte momenti të mund të kryenin detyrën e tyre. I vetmi ndryshim midis të mençurve dhe të budallaqëve në këtë histori është vaj. Kaq. Të gjitha 10 ishin të ftuara dhe pranuan ftesën. Të gjithë 10 morën llambët. Të gjithë 10 morën të njëjtën udhëzim, të gjitha prisnin ardhjen e dhëndrit dhe të gjithë 10 i zuri gjumin. Por jo të gjitha u përgatitën. Fakti që 5 ishin të mençura dhe 5 budallaqë duhet të na bëjë të reflektojmë. Sot kisha është mbushur me njerëz si këto 10 virgjëresha. Sepse të gjithë janë ftuar dhe kanë pranuar ftesën. Të gjithë thonë dua të ndjek Jezusin, të gjithë thonë jam gati, po pres ardhjen e tij. Të gjithë thonë dëshiroj që Krishti të kthehet. Por Jezusi gjithashtu në Mateu 22 tha, sepse shumë janë thirrur, por pak janë gjetur. Mbajmë, rruga është ngusht. Pak e gjenë. Sa? Pak. Ungjilli është një ftesë dhe duhet të kuptojmë se kjo shembull tyre po u flet drejt për drejt atyre që kanë thënë po kësaj ftesë. Kjo nuk është një shembull tyre për jo besimtarët, po për besimtarët të vërtetë dhe besimtarët të rinj. Është për ata që janë të përgatitur dhe të pa përgatitur. Jo për ata që nuk janë të ftuar. Krishti nuk ka thënë kur do të kthehet, por është i sigurt që ai do të kthehet. Dhe jo të gjithë janë gati. Tani ne dim, kisha është mbushur me njerëz që shkojnë në kishë, lexojnë Biblën, thonë një lutje dhe kur dëgjojnë për ardhjen e Krishtit, ata reagojnë ose duke përgatitur ose duke qenë neglizhent. 5 ishin gati, 5 nuk ishin. Dhe kjo shembull tyre, qëllimi i shembullit tyre, të detyron të kuptosh se cili grup i përket. Tani le të shohim të përgatiturit. Pika jone e dytë është kjo, pak janë të përgatitur. Sa? Pak. Le të lexojmë prapë vargu 6 deri 9. Aty nga mesnata u dëgjua një brikme. Ja po vjen dhëndri, i dilni para. Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u zgjuan dhe përgatitën llambët e tyre. Dhe budallaqët u thanë të mençurave, na jepni nga vaji juaj sepse llambët tonë po na fiken. Por të mençurit duke përgjigjur thanë, jo sepse nuk do të mjaftonte as për ne e as për ju. Më mirë shkoni të tregtarët dhe blini. Të mençurit dhe budallaqët të gjithë fjetën. Të mençurit mund të flinin sepse dinin se ishin të përgatitura. Të përgatitura sepse
kishin vaj, kishin llambët, dhe ishin gati që dhëndri të vinte. Budallaqët fjetën për një arsye tjetër. Ato neglizhuan përgjegjësinë e tyre. Besonin se në momentin e fundit mund të zgjidhnin problemin. Fjetën sepse nuk e morën seriozisht përgjegjësinë e tyre. Madje budallaqët u drejtohen të mençureve dhe thonë, na jepni një vaj juaj. Llambët tonë nuk kanë vaj. E të mençurit japin një zgjidhje, duke mos pasur mjaftueshëm për veten e tyre, siguron që 5 budallaqët të shkojnë shpejt dhe të blejnë vaj. 5 ishin të përgatitura, 5 ishin të pa përgatitura. Të gjithë presin ardhin e Krishtit. Dhe gjatë kësaj, vones, çdo njeri vazhdon jetën e tij normal apo jo. Do thotë që ne flejmë, punojmë, ne ham, ndërtojmë jetat tonë. Edhe Jezusi në fakt sapo i përmendi të gjithë këto në kapitullin e mëparshëm, para ades së tij, njerëzit vazhdojnë të martohen. Ata punojnë në arë, punojnë në mullirin e dritit, hanë dhe pinë. Për ata që janë të përgatitur për ardhin e tij, bën këto gjëra me besim edhe me paqe dhe me siguri. Megjithatë, vetëm pak janë të përgatitur. Dhe dua që të shihni diçka. 5 vjeçareshat budallaqka janë shembulli i përsosur i besimit të rem. Besimi i rem është ai që mbështetet në çdo gjë tjetër përveç Krishtit. Ata nuk mbështeten të shpëtimtari, ata mbështeten në gjithçka tjetër përveç tij. Kupton? Sepse ta njerëzit që besojnë se do të hyjnë në qiell, pse? Sepse shkojnë në kish, sepse janë antar në një kish, sepse janë pagëzuar, sepse janë përpjekur të jenë njerëz të mirë, sepse luten, do të drejtojnë një studim biblik, sepse kanë ndarë ungjillin, sepse kanë bërë shumë vepra të mirë. Por të jemi shumë qartë. Ti nuk mund të dalësh përpara Jezusit dhe të thuash, familja ime është krishterë, prandaj më lër të hyj. Isha antar besnik i kishës, prandaj më lër të hyj. Shkoj në studim biblik Jezus, shkoj në takim lutje, shërbeja në kish, prandaj më lër të hyj. Ata që hynë në mbretërinë e Jezusit hynë se vetëm për shkak të veprës së Jezusit, jo për shkak të veprave të tyre. Por do vi një moment, mos haro këtë, do vi një moment kur të gjithë do thonë, ja, ai ka ardhur, ai do të kthehet edhe do jetë qartë. Në rret lavdis, ai do të rrugoj angjët e tij në gjithë botën dhe me tungullinë e borisë së qiellit, që gjithë do të dini që se Jezusi ka ardhur. Por për shumë njerëz që nga jashtë bëjnë gjithë gjërat e dura, ata u mungon e vetëm gjë që ka vërtet rëndësi. Për shembull, nëse ke një person që ke dëgjuar këto predikimet për ardhjen e Krishtit, për kohë e fundit dhe mendon, në fakt, unë duhet të bëhem një person më i mirë. Duhet të filloj të vërtet veproj si një krishter. Duhet të bëjmë një person më i mirë. Atëherë, po hum thelbin e mesazhit. E vetëm gjë që ka rëndësi, e vetëm gjë është një zemër rilinduar. Vetëm gjë që ka rëndësi është një zemër i rilinduar. Kjo nuk është një vepër që ti mund të bësh, apo jo? Kjo është një vepër që Perëndia bën në ty. Në fakt, kalojmë në Gjoni kapitull 3. Le të shikojmë një gjë, sepse kjo është e rëndësishme. Le të çoj shpejt në Gjoni kapitulli 3, një pjesë ku Jezusi tregon një fariseu si mund të hyjë në mbretërinë e tij. Gjoni 3, 3 deri 8. Le të lexojmë. Jezusi e përgjigj dhe i tha, në të vërtet, po të them se nëse nuk ka rilindur
nuk mund të shoh mbretërinë e Perëndis. Nikodemi, ai farisej, tha, po si mund të lind njeri kur është plak? A mund të hyjë për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lindë? Jezusi përgjigj, në të vërtetë po të them se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Çka lindur nga mishi është mish, por çka lindur nga fryma është frymë. Mos mrekullo që të thash duhet të lindni përsëri. Era fryn ku të doje dhe ti ja dëgjon zërin, por nuk e di nga vjen as ku shkon. Kështu është çdo njeri që ka lindur nga fryma. Është kaq e qartë apo jo? Nëse dashuron të hysh në mbretërinë e qiellit, duhet të lindesh përsëri. Duhet të jesh një krijesë e re. Duhet të jesh një person i transformuar. Pietri na thot edhe këta në 1 Pietri 1:3 që thot qoftë bekuar Perëndi ati i Zotit tonë Jezu Krisht, i cili me anë të mëshirës së tij të madhe na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ringjalljes së Jezu Krishtit prej së vdekjes. Tani në këtë varg, kush bën gjithë veprimet? Kush? Vetëm Perëndia. Perëndia është ai që të bën të lindesh përsëri për një shpresë të gjallë në ringjalljen e Jezusit. Perëndia të jep një zemër të re, një jetë transformuar, një jetë frymëror. Edhe vërtet është ti nuk mund të fitosh këta. Ti nuk mund të punosh për këta. Ti nuk mund të bash veten të rilindur. Kush i jep rilindjen? Perëndia vetë. Perëndia jep. Kështu të mençurit dhe budallën ndahen nga një gjë shumë e thjeshtë. Gati? Ata që janë rilindur i thrasin Perëndis. Ata shikojnë lart drejt Perëndis dhe i thrasin atij. Sepse vetëm Perëndia mund ta shpëtojë. Por ata që janë budallën shikojnë vetëm veta e tyre. Si mund të bëhem unë një person më i mirë? Si mund të fitoj vendin tim në qiell? Si mundem unë, vetëm unë? Por kjo nuk është çfarë thot Romakëve 10 thot në fakt, sepse shkrimi thot kushdo që beson në ta nuk do të turpërohet. Dhe unë t'ju nxit secili prej jush. Kuptoni sa çliruese është kjo. Është. Besoni në Perëndin, thirrni Perëndin, duke ditur se vetëm ai mund t'ju bëjë të lindni përsëri. Prandaj ndaloni së përpjekuri të provoni sa shumë dini nga Bibla, okay? Ndaloni se krahasuri besimin tuaj me të tjerët, ndaloni se pretenduari se jeni të perëndishëm, thjesht jeni të përqendruar te Perëndia. Ata që janë të përgatitur varen nga Perëndia. Prandaj ata nuk shikojnë të meritat e tyre. Ata thjesht mohojnë vetë dhe varen nga Zoti. Për çdo gjë që lidhet me shpëtimin. Tani edhe në këtë kishë, a mendoni se Jezusi shikon kishë e Krishtit pogërlet dhe thot, të gjithë këta njerëzit janë të përgatitur dhe janë gati të hyjnë në qiell. A jemi të gjithë këtu sot gati? A varemi të gjithë nga Perëndia? Jezusi thot se 5 ishin të mençura, 5 të budallashka. Dhe kjo duhet të tërheqë vëmendjen tona. Kjo nuk thot se gjysmë prej nesh janë të shpëtuar dhe gjysmë jo. Por na tregon se ekziston një problem i madh. Edhe është një problem. Jo të gjitha ata që thonë se janë të krishterë do të hyjnë. Atëherë pyetja është kush hyn? Tani për këtë le të lexojmë përsëri vargjet 10 deri 12. Tani kur ato shkuan të blejnë, erdhi dhëndri, virgjëresha që ishin gati hyn bashkë me të në dasëm dhe dera u mbyll.
Më pas erdhin edhe vigjureshat e tjera, duke thënë, Zot, Zot, hapnë. Por ai duke përgjigjur tha, në të vërtetë, po ju them se nuk ju njoh. Kush hyn? Kush hyn? Dhe kjo është pika jonë e tretë. Përgatitërit hyn. Ata që ishin të përgatitur për ardhin e tij, ishin ftuar, pranuan ftesën, prisnin ardhin e tij dhe hyn me ta. Ata që nuk ishin të përgatitur, dollën për të gjetur vaj, por ne shohim në vargun 6, se ishte kur, mes natës. Dhe kjo besoj që ka ndodhur secili prej nesh. Kthehemi në shtëpi dhe kuptojmë se nuk kemi një gjë që na duhet, por ne shikojmë që është tepër vonë. Në fakt më kujtohet vite e parë që erdhëm në Shqipëria, edhe ishte vit i ri dhe na thanë shkoni bëni pazar sepse çdo dyqan është mbyllur për disa ditë. Kjo ishte 12 vit më parë. Edhe shkuam për të bërë pazar, por vërtet nuk kuptua se çdo dyqan do jetë mbyllur për ditët. Edhe pak nga pak mbaroi ushimin, edhe nuk ishim përgatitur, por tani unë du të blej gjëra para se viti i ri. Duhet jemi përgatitur. Budallaqët shkuan të flinin të përgatitura. Në momentin e fundit të përpoqen të gjenin vaj për llambët e tyre. Dhe humbën momentin. Humbën hyrjen e dhëndrit. Dhe kur erdhen, dera ishte mbyllur. E në momentin e tyre të fundit të desperuar, ata të kitën në derë. Zot, hap! Zot, hap! Por ishte vonë. Shumë vonë. Për shumë njerëz që pretendojnë si janë të krishterë, do jetë shumë vonë. Edhe kjo pasuron saktësisht ata që Krishti tha në Mateo 7. Një nga gjërat më të fortë. Mateo 7:21. Jo çdo njeri që më thot Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiellit, por do të hyjë ai që bën vullnetin e Atit tim që është në qiell. Shumë do të më thonë atë ditë, o Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd? A nuk i debuam demonet në emrin tënd? A nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë unë do t'ju them, unë nuk ju kam njohur kur, largoni nga unë ju që bëni paudhësi. Tani, kjo shembull të ri ka vetëm një qëllim. Të bëj të thyesësh veten nëse je vërtet përgatitur për ardhin e Krishtit. Ti ose je përgatitur, domethënë rilindur, duke besuar në hirin e tij, duke shpresuar në qiell, ose je pa përgatitur, i pa rilindur, duke besuar në veprat e tua të mira. Le të pyes, a je një person i mirë? Përgjigj vetën, a je një person i mirë? Nëse përgjigje është po, jam një njeri i mirë, atëherë nuk ke besuar fjalën e Perëndis, e cili thotë se nuk je person i mirë. Je mëkatar që ke nevojë për një shpëtimtar. Shikoni si përfundon Jezusi këtë shembull të ri. Vargu 13, prandaj, rini zgjuar, sepse nuk e dini as ditën, as orën në të cilin do të vi Biri i Njeriut. Jini vigjilent. Thirrni Perëndin dhe vendosni besimin tuaj tek ai. E vërtetë është se Perëndia dërgoi Birin e tij për të hapur një rrugë që mëkatarët të hyjnë në qiell. 1 Gjoni 4:9 na thotë këtë. Në këtë u shfaq dashuria e Perëndisë ndaj nesh. Perëndia dërgoi në botë Birin e tij të vetëm lindrin që ne të jetojmë nëpërmjet tij. Prandaj sot, nëse i thua, unë jam krishter, pyet veten, çfarë të bëjë një krishter? Çfarë të bëjë një krishter? Në fakt, Shqipëria ka shumë fe, por shumica e njerëzve pretendojnë një fe që nuk e praktikojnë.
Shumë thot, jam musliman, sepse kam vajtër në xhamin, agjerojnë ndonjëherë. Ose thot, jam ortodoks, sepse familja është ortodoks, shkojmë ndonjëherë për Pashkë ose Krishtlindjen. Do se mendoni, jam krishter, sepse në kish. Por Bibla në thot, je krishter, nëse besoni Jezusin, që ai vdiq në vendin tënd, besoj ai rinjë nga të vdekurit dhe beson se ai është Zoti shpëtimtar, sundimtar i shpirtit tënd. Kjo është një krishter. Një krishter shkon në kish, patjetër. Por edhe shumë jo të krishter shkon në kish. Dhe ashtu siç ishte 5 budallaqe dhe 5 të mençur, edhe sot ka të krishter të vërtet në kish dhe krishter të rejmë në kish. Tani, ndoshta disa prej jush në këtë moment, ndoshta po mendoni për njerëzit të tjerë. Por shpresoni që ju kuptoni që kjo fjalë është që ti të shërtosh veten. Kjo sa më të është për ty. Ajo është danë që të ndalës dhe të pyesesh, jam vërtet i rilindër? Jam i varur vërtet nga Krishti? Vërtet besoj? Jo vetëm me fjalët, por besoj në zemër, besoj me mendjen, besoj me veprat, besoj me jetën time në Krisht. A është Krishti Zot i jetës time? Tani le të pyesim. Si mund të dish nëse po beson në Krishtin? Si mund të dish nëse ai është vërtet Zoti ynë? Jezusi thot këta në Luka 6, dëgjoj këta. Luka 6 thot, pse më thirrni Zot, Zot, dhe nuk bëni ata që ju them. Një dishepëll i Jezusit është ai që zbaton gjithçka që ai ka urdhëruar. Kjo është Mateu 28. Një dishepëll i rrejmë i Jezusit është ai që nuk zbaton ata që ai urdhëron. Ata që janë të përgatitur presin me dëshirë ardhin e tij, sepse gati. Ata ndjekin udhërimet e Krishtit. Edhe nuk është që duhet jesh një person i përsosur, por kur më katojnë, rrethejnë dhe pendojnë dhe kërkojnë falje. Me besnikërinë kërkojnë dhe bëjnë vullnetin e Perëndis. Por ata që nuk janë të përgatitur, çfarë bëjnë? Ata bëjnë çfarë duan. Kur më katojnë, shehnin. Injorojnë edhe nuk kujdesin për dëmin që shkaktojnë, nuk dashurojnë të bëjnë vullnetin e Perëndis. Ndoshta je një person që erdhi sot në kish duke menduar, unë jam i krishter, por në këtë moment nuk je sigurt. Çfarë duhet të bësh? Nëse nuk je sigurt, nëse je vërtet i shpëtuar, mund të jetë sepse nuk je shpëtuar. Dhe nuk i dorëzohesh Krishtit si Zoti i jetës sate. Sot është ditë e shpëtimit. Mos i njërho më. Mos lufto me Perëndin. Ose je shpëtuar, por ka mëkat në jetën tënde, edhe kur ka mëkat në jetën tënde, ai bën të kuptuar, të pa qartë, të pa sigurt, konfuz. Nëse sot je ti duhet të merresh me mëkatin tënd. Çfarë duhet të bësh? Pendohu për mëkatin tënd. Nëse ke konflikt me dikë, kërko falje, largo gjithë zemërim, smirjen, xhelozin, mashtrimin, grindje, hipokrizin. Nëse ke gjerë gabim, duhet të rregullosh. Nëse diçka është shtrembër, bëhet drejt. Me Krishtin. Jemi veshur sot, por Bibla thot, vishu me Krishtin. Vishu me Krishtin. Besoni në Krishtin, dorëzoni Krishtit, vishu me Krishtin.
që kur ai të vi, sepse ai do vi, ti të jesh gati. Shembull tyre na janë dhënë për të na mësuar një vërtet frymërore, por edhe të na sfiduar. Edhe kjo sfida jo, ti thua si je krishter, kur Jezusi të vi, a do të gjej duke besuar, duke bindur dhe duke qenë gati? Apo do të gjej duke tjetër, të pa penduar, të pa përgatitur, edhe kur derë mbyll, Zot hap, edhe thot, nuk njoh. Shumë njerëz do jetë tepër vonë, shumë do të trakisin në derë, edhe ai do thot, unë nuk ju njoh. Edhe vërtet, kjo është një vërtet e frikshme. Unë lut që asnjë nga ju do jetë refuzuar në atë ditë. Sa e frikshme. Prandaj o kish, largo mëkatin tënd. Largo besimin tënd të dobët.